Situata është drejt përmirësimit, ujë tashmë është tërheq, janë ngrit grupet e punës nga bashkia për të bërë evidentimin e dameve, siç e keni parë dje, damet janë të konsiderueshme në rëndi shtëpiake, kafsh, shpend dhe bletari. Momentalisht po vijojmë pastrimin e përrojit të glinës, kjo një zgjedhje e përkohshme, sepse zgjedhja përfundimtare do të ishte rehabilitimi i ploti këtij përroji. Për momentin nuk ka asnjë banesë me prezencë ujë në bashki. Përmbytja ishte mbi 1,5 metra ujë në banesë. Realisht damja është shumë i madh, por kjo është një fuqi mbi natyrore që nuk mund të ankohemi, pasi problemet janë të vazhdueshme këtu, por fakti është që ne kemi ngritë zërin edhe në instanca të larta, deri në qeveri, te deputetët e zonës, ministra. Kemi diskutuar problemin e një fyre të penës gjatërit në Mnel, në fshatin Monirzu, e cila ka bën një dam të madh që ka prur fruri zhavorit në pjesën e shtatit të lumit gjatër deri te pjesa e urës të vëllezërit Dodani, e cila rrezikon edhe fshata të tjera për të dëmtuar edhe argjiratura, e cila dëmton fshatin Naraç, Kaq deri në Dragush të rrethit Lezhë. Realisht kjo situatë ka ndodhur për 50 minuta, do të thënë asnjëherë, unë kam qenë drejtues policie në Bashkinë e Vogëlës, dhe asnjëherë nuk ka ndodhur që për një gjysmëore të arrihet që në unazën verilindore të bashkisë të ketë mbi rrugë mbi 1,5 metra uji.